Na ndiqni në Facebook në faqen tonë Shëndeti. Përshëndetje, sot do t'ju përgatisim pijen e cila shëron të gjitha sëmundjet. Kjo pije ka këto përbërës: një tufë spinaq, 2-3 degëza selino, 2 kastravec, 2 mollë, karrota, majdanos dhe lëngun e limonit bashkë me një copë të vogël gjinxheri. Filloj me radhë të gjithë përbërësit i vendosim në shtrydhëse. Do të futim së pari spinaqin. Vazhdoj me selinon. Selinon si shtojmë edhe gjinxherin. Vazhdoj me majdanosin. Karrotat. Kjo pije mund të themi shumë mirë që ndihmon në forcimin e imunitetit, pastron gjakun, pastron trupin nga toksina, kastravecin, pra kastraveci është hidratues. Dhe tani së fundi dhe mollët. Dy kokra mollë, të cilët të gjithë përbërësit i kemi larë. Kjo pije gjithashtu shërben edhe për ata njerëz që duan të humbasin peshë. Pra përveç të tjera, kjo është një pije për të gjithë ata që duan të humbasin peshë, lufton inflamacionin, ju jep energji dhe pastron trupin nga toksinat të ndryshme. I hedhim një gjysmë limoni, nëse nuk vuani nga gastriti apo ulcera. Limonin është një zgjedhje që edhe mund ta hiqni nëse keni probleme, pra. Përziejmë të gjithë përbërësit së bashku. Dhe mund ta shijoni lëngun, pra, i cili bën mrekulli, është i magjishëm për shëndetin tuaj. Ju shëron nga sëmundjet, pastron gjakun, heq helmet nga trupi, i jep energji, hidraton edhe gjithashtu pastron edhe gjakun. Ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë Shëndeti edhe të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.